Kryesia e fshatit Gjormë dhe banorët janë mbledhur këtë të njëjtë në një takim për të diskutuar për problematikën e furnizimit me ujë dhe për të kërkuar zgjidhje nga institucionet. Kryetari i fshatit Andrea Matani tha se është shkelur e drejta për t'u furnizuar me ujë të pishëm. Jemi mbledhur sot këtu për problemin e ujit të pishëm, i cili është shumë të banorët e këtij fshati. Kohët e fundit e drejta e ujit të pishëm në fshatin tonë është shkelur nga individ të caktuar. Kryetari i fshatit Gjormë Andrea Matani tha se ka punuar dhe do të vazhdojë që të punojë për rikthimin e ujit të pishëm. Ai thotë se shpërdorimi i ujit po bëhet nga bizneset, jo vetëm familjet, por sipas Matanit, probleme me furnizimin me ujë ka edhe tek qendrat shëndetësore e fshatit. Unë si kryetari i fshatit kam punuar për rikthimin e ujit të pishëm, i cili ka vite që po u lidhet. Dhe do vazhdoj të punoj derisa të rikthej ujin e pishëm në banesat tuaja. Për shpërdorimin e ujit të pishëm, i cili po përdoret në mënyrë të jashtëligjshme nga biznese private. Kam bërë ankesë me shkrim në zyrat e prefekturës Vlorë, në drejtorimin rajonal të Këshillës Vlorë. Jo vetëm kaq, që nuk duan të na zgjidhin këtë problem, por na kanë hedhur gjoba të rënda. Ky fenomen nuk ka ndodhur as në kohën kur Shqipëria ishte pushtuar nga të huajt. Në lagjen e Mëngjesit sabotohen 31 familje plus 3 institucione shtetërore. Kanë arritur të lënë ambulancën e fshatit pa ujë. I vetëm institucion që duhet të ketë ujë, patjetër është ambulanca. Të gjithë së bashku të ngërëm zërin për këtë padrejtësi që po na bëhet në organet më të larta të këtij vendi. Uji i pishëm është jeta jonë, është e drejta jonë. Ne kemi kërkuar me këmbgulje të madhe dhe vazhdojmë ta kërkojmë.